Ekipi kombëtar I të rinjve në karate ka marrë pjesë në ligën botërore të karates për të rinj që u mbajt në Kroaci në datat 26 deri 29 qershor. 4 sportistë kishte në përbërjen e tij ekipi kombëtar I moshave 10 deri 21 vjeç, 3 nga ekipi I Tiranës dhe 1 nga ekipi B të Shqipes në Lushnjë. Në këtë botëror merrnin pjesë 4000 sportistë nga 78 vende të botës. Karateistja 14 vjeçare e ekipit B të Shqipes, Lushnjë, Amanda Dedej, është kthyer me medalje ari nga ky botëror. Në peshën 952 kg, karateistja u ndesh me 6 kundërshtare, në finale poshti serben Neda Maricevic, duke fituar 4-0. Trajneri I ekipit kombëtar të karates, zoti Lirim Dedej, ndër të tjera u shpreh se ekipi kombëtar I Shqipërisë, pas shumë arritjeve të tjera në Ballkaniada Evropian, së fundmi ka sjellë në shtëpi medaljen e arit nga botërori I Kroacisë. Në këtë event morën pjesë 4000 sportistë nga 78 vende të botës. Gjithashtu dhe Shqipëria që pjesëmarrëse me 4 sportistë, 3 sportistë nga ekipi I Tiranës dhe 1 B të Shqipës Lushnjë, që e përfaqësoi Amanda Dedej, sportista jon ku dhe triumfoi në kategorinë U14 vjeçe -52 kg, që fitoi medalje ari, mbas 6 ndeshjeve dominuese fituara nga Amanda. Si ishte ky kampionat botëror Lirim? Ndryshe nga tjerë, po ishte çfarë prisnit ju të merrni nga Amanda? Atëherë ne kemi vite që punojmë për këto arritje dhe kjo medalje nuk erdhi rastësisht, erdhi dal nga dal, nga viti në vit, nga suksesi në sukses dhe ishte një arritje mbas një pune intensive profesionale shumë vjeçare. Fituesja e medaljes së artë në këtë ligë, Amanda Dedej, është 14 vjeç dhe ka arritur gjithçka dhe tani synimi I saj është medalja e artë olimpike. Është një emocion, gjithashtu dhe kënaqësi, është gëzim që vetëm sporti I duron. Atëherë, vetëm 14 vjeç dhe kanë arritur maj. Synimet tuaja cilat janë, Amanda? Synimi im është të marr medaljen e artë në lojrat olimpike. Po për të ardhur deri këtu te kjo medalje e artë që keni marrë në kampionatin botëror të Kroacisë, si ishte? Kishte konkurrent fort? Kishte konkurrencë, pasi ishte dhe botëror ku marrin pjesë vetëm më të mirët dhe po thjesht do punë që ta arrish, domethënë. Në ndeshjet tuaja si dolët? Si ishin? Kisha gjithsej 6 ndeshje, ndeshjen e parë me Ukrainën të cilën e munda 6-0, ndeshjen e dytë me Hungarinë që e munda 4-0, ndeshjen e tretë Suedi që e munda 6-1, ndeshjen e katërt Itali 1-0, ndeshjen e pestë Bullgari 1-0 dhe ndeshjen e gjashtë e kisha me Serbinë, e cila ishte dhe finalja, të cilën e munda 4-0.